Morali dhe sjellja e mirë. A dëshiron që zemra jote të zbutet kurse nevojat tua të jenë të plotësuara? Ji mëshirshëm me jetimin, përkëdhele kokën e tij, jepi ushqim nga ushqimi yt, zemra jote të zbutet dhe nevojat e tua të plotësohen. Dëshiro për të tjerët atë që dëshiron për vete. Çoje amanetin në vend për atë i cili të ka besuar dhe mos e tradhto atë i cili të ka tradhtuar. Më falenderuesit për Allahun janë ata të cilët më shumë falenderojnë njerëzit. Fol fjalë të mira, përhapeni selamin, farefisin mbani, faluni natën kur bota flan, do të hynin në xhenet të qetë. Largo pengesën nga rruga, kjo për ty është sadaka. Kur dikush prej jush hyn ndër njerëz e ata i bëjnë vend, le të ulet, sepse kjo është një nder i dhuruar prej Allahut, të cilin i afron vllait i musliman. Nëse nuk bëjnë vend për te, le të shoh vend tjetër më të gjerë e le të ulet aty. Kur dikush prej ju shen ndonjë xhenaze ku fomën e të vdekurit e nuk është duke ecur me ta, le të ngrihet në këmbë dhe le të pres derisa ajo të kalojë apo të mbetet pas tij ose derisa të lëshohet tabuti. Kini kujdes nga shtëpia të cilës i thon hamam, banjo publike. Nëse dikush hyn në të, le të mbështillet mirë. Më i dashuri tek Allahu është njeriu me sjellje më të mirë. Në rast se dy njerëz mes vete përshprisin, bëjnë bisedë private dhe të qetë, mos ndërhy në bisedën e tyre. Mëshiro atë që është në tokë, të mëshiron ai që është në qiell. Bëhu asket ndaj kënaqësive të kësaj bote. Allahu do të dojë. Mos lakmo pas asaj që është në duart e njerëzve. Njerëzit do të duan. Përqëndrohuni drejt Allahut, se sa i mirë është përqëndrimi juaj, puna më e mirë e juaj është namazi. Dijeni se abdesin nuk e ka kujdes, nuk kujdeset për të dhe normat e tij askush përveç atij që është besimtar. Më garantoni për veten tuaj 6 gjëra e unë do t'ju garantoj xhenetin. Kur të flitni, ta flitni të vërtetën. Kur të premtoni, ta plotësoni atë. Kur t'ju besohet amaneti, çoheni në vend atë. Ruani gjymtyrët e turpshme, organet seksuale, ulni shikimet tuaja nga të ndaluarat dhe përmbajuni nga të shqetësuarit e të tjerëve me duart tuaja. Largo pengesën nga rruga e muslimanëve. Nëse doni që t'ju dojë Allahu i madhëruar dhe i dërguari i tij, çojeni në vend amanetin i cili ju besohet, kur të flitni, flitni drejt dhe bëuni fqinj të mirë për fqinjin. Të mirët në këtë botë do të jenë të mirë edhe në botën tjetër, ndërka që ata që bëjnë keq në këtë botë, edhe në botën tjetër do të jenë të këqinj. Një njeri i ka thënë pejgamberit, paqja e Allahut qoftë me të, më këshillo. Pejgamberi, paqja e Allahut qoftë me të, i ka thënë, mos u zëmëro. Njeriu e ka përsëritur disa herë pyetjen e tij, por pejgamberi çdo herë i është përgjigjur, mos u zëmëro. Turpi dhe imani
shkojnë së bashku. Kur njeri prej tyre largohet edhe tjetri. Allahu më ka shpallur se duhet i jeni modest ndaj njëri tjetrit, se askush s'duhet i bëj pa drejtësi askujt. Allahu i madhëruar është bujar dhe do bujarin. Ai me të vërtet i do virtytet e larta morale, kurse urren përdhosjen, atë i cili sillet pa turpshëm dhe bie shumë poshtë. Transmeton Urve ibn Zubeiri, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Aishja, bashkëshortja e pejgamberit paqja e Allahut qoftë me të, ka thënë: njëherë te i dërguari paqja e Allahut qoftë me të, hyri një grup jehudësh dhe thanë: Esamu aleikum, mbi ju qoftë helmi. Unë, thot Aishja, e kuptova atë që thanë ata, andaj dhe i thash: wa aleikum samu wa lanetuhu, edhe mbi ju qoftë helmi dhe mallkimi. Aishja thot: pastaj i dërguari paqja e Allahut qoftë me të më tha: nga daloj Aishe, vërtet Allahu e do butësinë në çdo gjë. Atëherë unë i thash: o i dërguari i Allahut, pa nuk i dëgjove se çfarë thanë? Pejgamberi paqja e Allahut qoftë me të tha: unë veç se u pata thënë wa aleikum, edhe mbi ju. E Allahut është ajo që ai merr dhe e tij është ajo që e jep. Dhe tek ai gjithçka është me afat të caktuar. Le të shfaq durim dhe le ta pres shpërblimin e Allahut. Këtë pejgamberi e tha kur kuptoi se djali i vajzës i kishte ndruar jetë. Me të vërtet jam dërguar për t'i plotësuar virtytet e larta morale. Përgjigjuni thirrjes kur të thirreni, në dasëm apo gëzim. Ruajuni nga ndejet në rrugë. Ashabët kanë pyetur: o i dërguari i Allahut, nuk kemi zgjidhje, ato janë vend takime ku vendojmë. Ai tha: nëse nuk mundeni pa ato ndeje, atëherë jepjani të drejtën rrugës. Ata kanë thënë: cila është e drejta e rrugës? Ai ka thënë: ulja e shikimit, të mos ngacmohet askush, të kthehet selami, të urdhërohet e mira dhe të ndalohet e keqja. Mirësi është të jesh me karakter të mirë, kurse mëkat është ajo që të ngacmon në gjoksin tënd e që t'i urren ta hetojnë atë njerëzit. Turpi në tërësi është mirësi. Më i miri prej jush është ai i cili është i pajisur me karakter më të lartë. Më i miri prej jush është ai i cili është më i miri ndaj grave të tija. Gjëja më e mirë që u është dhënë njerëzve është sjellja e mirë. Muslimani më i mirë është ai nga gjua dhe dora e të cilit janë të qetë muslimanët. Largohu nga ajo që është e dyshimt, kurse përmbaju asaj që nuk është e dyshimt. Vërtet sinqeritetin besim është qetësi e gënjeshtra është dyshim. Mëshiruesit i mëshiron i gjithë mëshirshmi. Mëshironi ata që janë në tokë, që t'ju mëshiroj ai që është në qiell. Allahu e mëshiroft një rob i cili është shpirtgjër atëherë kur shet, kur blen, si dhe kur e kërkon kthimin e borxhit.
Allahu e mëshiroft robin I cili flet vetëm fjalë të mira dhe fiton ose hesht nga gjërat e këqija e me këtë shpëton. Mbaj lidhjet familjare me atë I cili I ka ndërprer ato. Vepro mirë ndaj atij I cili ty të ka bërë keq dhe thuaje të vërtetën, edhe nëse ajo është kundër teje. Mbajtja e lidhjes farefisnore, sjellja e mirë dhe fqinjësia e mirë I ngjallin vendet dhe shtojnë jetën e njeriut. Përmbaju sjelljes së mirë dhe heshtjes gjatë. Pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, nuk janë zbukuruar krijesat me gjë tjetër më të mirë se to. Përmbajuni sinqeritetit. Vërtet sinqeriteti shpije në mirësi, kurse mirësia shpije në xhenet. Njeriu që vazhdon të jetë I sinqert tek Allahu, regjistrohet si dik, besnik. Gënjeshtra shpije në prishje, kurse prishja shpije në xhehenem. Njeriu që vazhdon të gënjej, më në fund tek Allahu regjistrohet gënjeshtar. Gibeti, përgojimi, është përmendje e gjërave që vllai I urren. Dikush tha: "E ç'mendon nëse ajo është e vërtetë?" Ai ka thënë: "Nëse është e vërtetë ajo që ti e flet, atëherë e ke përgojuar, e nëse nuk është e vërtetë ajo që ti e flet, atëherë ke shpifur për te." Hajeni ushqimin që është para jush dhe atë që është përreth, e asesi atë që është në mes, që të keni bereqet. Bëhu modest, do jesh njeriu më I përkushtuar. Bëhu I kënaqur me atë që ke, do jesh njeriu më I falendëruar. Dëshiroje për njerëzit atë që e do për veten tënde, do të jesh besimtar. Sillu mirë me atë që e ke pranë, fqinjin, do të jesh musliman dhe mos qesh shumë, sepse të qeshurit e tepërt e vdes zemrën. I dërguari, paqja e Allahut qoftë me të, kur ecte rrugës, nuk shikonte rreth e rrotull. Nuk është trim ai që fiton në mundje, por trim është ai që e përmban veten nga zemrimi. Asgjë nuk do të jetë më e rëndë në peshorën e besimtarit në ditën e gjykimit se sa karakteri I mirë. Kur butësia gjendet në diçka, ajo vetëm e stolis atë, e kur largohet nga diçka, ajo vetëm se shëmtohet. Njeriu I cili është kryelart në vetvete dhe ec me kryelartësi, do të takojë Allahun në ditën e gjykimit, e ai do të jetë I hidhuruar me te. Ai që për hir të Allahut bëhet modest, Allahu do ta ngrejë atë. Kujt I bëhet ndonjë e mirë, e ky I thot bamirësit, të shpërbleft Allahu me të mirë, le ta di se me të e ka shfaqur falenderimin më të lartë. Allahu do ta mbrojë nga zjarri I xhehenemit atë I cili është I butë, I kujdesshëm dhe I këndshëm, I sjellshëm. Allahu I lartë madhëruar nuk do ta mëshirojë atë I cili nuk I mëshiron njerëzit. Mos kini zili njëri tjetrin, mos e mashtroni njëri tjetrin, mos e urreni njëri tjetrin, mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit duke u hidhëruar, dhe mos ndërhyni me shitblerjen tuaj në shitblerjen e tjetrit. Bëhuni rob të Allahut, vëllezër të vërtet,
Muslimani është vëlla i muslimanit, nuk i bën atij padrejtësi, nuk e degradon e as nuk e poshtron. Devotshmëria është këtu dhe bëri me shenjë 3 herë në gjoksin e tij. Një muslimani ndaj muslimanit tjetër i është ndaluar gjaku i tij, pasuria e tij dhe nderi i tij. Mos u zemëro dhe do ta kesh xhenetin. Nuk largohet mëshira përveç se nga i keqi, i shëmtuari, mëkatari. Nuk është i lejuar abstenimi i dikujt, si mas ndëshkimi për hidhrim, më tepër se 3 ditë. Nuk ka përparësi dikush ndaj dikujt tjetër përveç se me fe ose me vepra të mira. I mjafton njeriut e keqja nëse vetëm është i mbrapsht, i shfrenuar, i paturpshëm, koprac dhe frikacak. Prej fjalëve të fundit të pejgamberëve të parë që ende pa të ngelur te njerëzit ishin: nëse nuk turpërohesh, atëherë vepro çfarë të duash. Njeriu më i urrëtur tek Allahu është ai i cili vazhdimisht është në grindje. Çdo bari i cili mashtron kopen e tij, ata të cilët i udhëheq, do të jetë në xhehenem. 2 vetave Allahu u shpejton dënimin qysh në këtë botë: atij i cili bën kurvëri dhe mos dëgjuesi të prindërve, mos respektuesi të tyre. Kërkoni mbrojtje tek Allahu nga varfëria dhe skamja, dhe që të mos bëni padrejtësi, apo juve t'ju bëhet padrejtësi. Ruajuni nga keq kujtimi, sepse keq kujtimi është gënjeshtra më e madhe. Të porosis që të mos jesh mallkues. Njeriu në zemrën e të cilit Allahu i madhëruar nuk e ka vendosur mëshirën ndaj njerëzve, është i humbur dhe nuk mund të realizojë atë që do. Kur ndonjëri prej jush zemërohet, ndërsa është në këmbë, le të ulet, e nëse nuk i kalon zemërimi, atëherë le të shtrihet. Pastërtia. Vishuni me rroba të bardha, sepse ato janë veshja më e pastër dhe më e mirë e juaja. Dhe me to, me veshjen e bardhë, mbështillni të vdekurit tuaj. Kur dikush prej jush zgjohet nga gjumi, le të mos e fut dorën e tij në enë, përderisa nuk e pastron atë 3 herë, sepse nuk e di se ku ka qenë dora e tij gjatë gjumit. Marrja e abdesit sipas dispozitës rregullave të sheriatit është gjysma e imanit. Me të vërtet uji është i pastër, atë nuk e ndot asgjë. Besimtari nuk ndotet, ai është gjithmonë i pastër. Uji i detit është i pastër, kurse të coftinat në të janë të lejuara. Çdo musliman është i obliguar që një herë në javë të pastrohet. Në të ai do të lante kokën dhe trupin e tij. Gusli në ditën e xumas është obligim për çdo musliman të rritur. Ena në të cilën ka ngrënë qeni bëhet e pastër pas 7 pastrimeve. Pastrimi i parë bëhet me dhe. Asnjëri prej jush le të mos e kryej nevojën e tij të vogël në ujin e qetë që nuk rrjedh e pastaj të pastrohet në të. Çdo lëkurë e cila është rregjur konsiderohet e pastër.
Shkak për dënimin e varrit në të shumtën e rasteve do të jetë mos kujdesi gjatë kryerjes së nevojës së vogël. Sikur të ishte një lumë para derës së njërit prej jush, në të cilin ai do të lajë çdo ditë nga 5 herë, a do të mbetej në të ndytësi? Thanë, nuk do të mbetej kurfar ndytësie. Ai atëherë tha, ky është shembulli i 5 kohëve të namazit. Allahu me faljen e namazeve u ashlyen mëkatet.